Dhe jemi kthy të dashur miq në studio pas paralajmërimit të emisionit, të temave dhe mysafirëve që ka një numër të madh të temave që do të trajtojmë sot në mënyrë që të jemi në çdo shqetësim tuaj. E thash që në pjesën e parë të emisionit së bashku me psikologen e fëmijëve Elsa Baca do të flasim për çrregullimet në të folur, një problematikë shumë e shpeshtë, shumë shqetësuese, shpesh edhe neglizhuese, sepse duke bërë krahasime me fëmijë të tjerë, shpesh mund na ikë situata nga dora, qoftë për gabimin ton apo neglizhencën ton pa dashje. Kur janë normale, kur janë shqetësuese, shumë detaje dhe përgjigje tjera do t'i marrim nga psikologja, e cila tashmë më është bashkangjitur dhe është studio me mua. Mirë se erdhe Elsa. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që je sot në emisionin Familja Jonë. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi më kon sot me juve. Gjithmonë është kënaqësi për neve, për ndryshe sa për t'informuar shikuesit tonë. Elsa vjen nga Instituti Psikologjik Social Visar Sadiku. Elsa ne kemi psikologe e cila masterin e saj në psikologji e ka përfunduar në Londër, por prapë se prapë është kthyer besnike për të shërbyer për klientët, për vendasit e saj në Kosovë. Edhe të përgëzoj shumë për këtë vendim, sepse një vajzë e re, e suksesshme, zonja në profesionin e saj, por ja që ku është prapë në Kosovë për të shërbyer për fëmijët tanë. Elsa unë e thash që është një problem shqetësues e shpesh neglizhues, pa dashur me i bë me unë keq prind, sepse asnjë prind me dashje nuk neglizhon problematikat, por pa dashje ose duke bërë ndonjë krahasim me të tjerët. Çrregullimet në të folur, kur konsiderohen që janë çrregullime në të folur, sepse është edhe një moshë e caktuar kur nuk është shqetësuese. Atëherë për çrregullimet në të folur janë disa kritere që fëmijët duhet me i mbri për mosha të caktuara. Për shembull, nëse fëmijët nuk flasin për një kohë gjatë, atëherë prindërit normal kanë të drejtën me u shqetësu. Mirë po duhet me ditë edhe për çfarë simptoma me shiku. Për shembull, nëse fëmijët deri në moshën 18 muaj fillojnë me i thonë fjalët e para, me kriju tingujt e parë, pas asaj moshe deri në moshën 2 vjeçare fillojnë me kriju edhe si fjali më të thjeshta, do me thonë fjalët e para. Mirë po kur është më shqetësuese është kur nëse deri në moshën 3, 4 vjeçare, 5 vjeçare, nëse fëmia vazhdon akoma, do me thonë vetëm me komuniku me gjeste, ose vetëm numrin e fjalëve ka shumë të limituar, ose nëse për shembull fjalët që i thot nuk i shqipton mirë, do me thonë nuk arrin me kuptu të tjerët përveç anëtarëve të familjes, atëherë ajo është pak më shqetësuese. Se do me thonë fëmia deri në një moshë të caktuar duhet me pas një numër të caktuar të fjalëve që duhet me shpreh ose me thonë. Për shembull, deri në moshën 2 vjeçare, 18 muaj, fëmia duhet mi pas paku 50 fjalë që i flet. Edhe nëse shqiptimi i fjalëve nuk është shumë i mirë, pra fëmia duhet me konë gjendje që me i thonë ato fjalë. E pastaj në moshën 4 vjeçare e më vonë, fëmia duhet do me thonë me pas edhe artikulimin edhe shqiptimin e mirë të fjalëve, edhe do me thonë me u kuptu edhe prej të tjerëve, jo vetëm prej anëtarëve të familjes. Po, këto çrregullimet ose simptomat e para a dallohen edhe tek tingujt e parë kur janë foshnjë, për shembull i thonë ma vonë, ose apo këto është heret me gjyku? Po, për shembull, siç e përmenda, që atëherë moshën 18 muaj ku fillojnë mi thonë tingujt e parë. Mirë po zhvillimi gjyqësor i fëmijëve ndodh shumë më herët. Për shembull, fëmijët nga 5 muaj, 6 muaj fillojnë mi thonë tingujt e parë, mama, baba. Do me thonë siç ato janë më atleta. Ndoshta nuk e din kuptimin e atyre fjalëve, po edhe pse nuk i kuptojnë, prap i thonë, sepse janë fjalë që i dëgjojnë në ambientin e tyre, ose që i dëgjojnë prej të tjerëve dhe do me thonë i imitojnë. A mirët për bazë që ajo moshë nëse nuk i thonë qëta tingujt bazë, mama, baba, ama, nëse nuk i thonë 5-6 muaj, po i thonë 12 muaj, 13 muaj. A është bazë kujdesit shtumë? Mundet më marrë për bazë, po ndoshta mundet me qenë edhe pak herët, se do me thonë që vetëm që në qatë moshë nuk po i thot qato tingë që s'ka me folë. Po ma vonë, do me thonë nëse nuk i mbrin qato kritere tjera, atëherë është mirë me unë konsultu me psikolog ose me një mjek ose me një logoped, me dikën që do me thonë mundet me jep detaje ma shumë edhe me i drejtu pastaj se të kush është ma mirë me punu me fëmijën. Po, shumë mirë që e përmende Elsa këtë pjesë, sepse një tjetër gabim që shpesh ne prindërit e bëjmë është orientimi. Çrregullimet në të folur
me raste duhet të trajtohen vetëm te logopedi, me raste tek psikologu. A mundesh me ma bë dallimin kur te psikologu dhe kur te logopedi? Po, atëherë te logopedi zakonisht fëmijët i dërgojmë kur nuk munden mi formu fjalët, mi shqiptu fjalët, tingujt, do me thonë ma shumë për gjuhën, për shqiptimin e fjalëve. Logopedi ju ndihmon do me thonë për mi artikulu fjalët ma mirë, ja u mëson fjalët, ndërsa për te psikologu është më shumë kur fëmija do me thonë mundet me i formu fjalët, den me folë, po vetëm duhet fëmiju me u stimulu pak ma shumë që me janë nxit komunikimin. Do me thonë nuk kemi nevojë me mësu fëmiju në qysh me i shqiptu fjalë, qysh me folë, qysh me i formu, po vetëm me nxit, me mësu fjalë tjera, me nxit që fëmiju me komuniku ma shumë. Ndërkohë, ka raste shumë, Elsa, unë po besoj edhe keni në praktikën tuaj në punë, që ka fëmijë që deri në 2 vjet kanë kriju tinguj, fjalë, kanë qenë goxha të zot në këtë punë, por ka arë një periudhë mosha 2 vjeçare aty, kur i kanë stopu. Pse ju ndodhë kjo? Ndodhë për shembull shumë fëmijë që deri me një moshë caktuar flasin, po pastaj kjo ju ndalet. Kjo zakonisht mundet me qenë një regresion i gjuhës, edhe mundet me ndodhë për arsye të ndryshme. Kjo mundet me ndodhë nëse fëmija përjeton ndonjë stres ose ndonjë traumë, mundet me ndodhë nëse fëmija ka ndonjë smundje tjetër, ose ka fëmijë për shembull që ndoshta humbin dëgjimin, e ndoshta nuk mundet me u vrejt, nëse nuk e ka pas këtë problem ma herët. Mundet me ndodhë që fëmija ndoshta ka një çrregullim krejt tjetër që e shkakton këto, për shembull spektri autizmit, mutizmi selektiv, ndoshta fëmija e ka komunikimin, po ndoshta e ka problemin para të tjerëve. Prandaj mundet me ndodhë kjo, ose nëse fëmija ka probleme mjekësore tjera, për shembull ndonjë sindrom ose diçka tjetër, mundet me ndodhë një lloj regresioni edhe që fëmija pastaj me u kufizu në komunikim. A mund të dallojmë të paktën si prind në mënyrë që me u orientu edhe me lyp ndihmë prej simptomave pak a shumë problematike në fëmijës tonë? Çfarë simptoma jep për shembull në moshën kur fiton këtë regresionin që po e quajnë? Përveç që hesht, a ka dhe simptoma tjera të cilat na duhet me qenë vigjilent? Po për shembull nëse fëmija deri në atë moshë ka qenë shumë ekspresiv, do me thonë ka folë shumë fjalë, edhe kur ka qenë më i vogël ka kriju tingoj, do me thonë ka pas interakcion me ambientin e tij, edhe do me thonë për një moment veç kjo u ndal. Atëherë është mirë do me thonë me u konsultu me një profesionist që pastaj me ditë edhe te kush me u drejtu edhe pse po ndodh kjo, se siç e përmenda ka arsye të ndryshme. Mundet mos me qenë vetëm psikologjike, mundet me qenë arsye mjekësore, shëndetësore. Prandaj është mirë me u konsultu ose me një pediatër, ose me një psikolog, ose me një logoped, ose me të tret që me eksploru rastin ma shumë. Po nalemi vetëm të arsyet psikologjike, me që kemi në studio psikologën këtu, dhe pse jo që ti elaborojmë sa më në detaje këtë problematik. Shkaqet psikologjike, çka mendon që janë shkaktarët më të mëdhaj, sepse keni edhe para se të filloni me emisionin, më tha që çdo ditë më shumë poshtohet numri i rasteve të tilla. Nga rastet që i trajton, nga eksperjenca, cilat janë shkaktarët më të shpeshta që i bin fëmijët në gjendje? Atëherë për regresionin që e përmenda, kohëve të fundit ashtu ndoshta po ndodh pak më shumë tek fëmijët. Disa arsye mundet me qenë kur fëmijët ndoshta nuk stimulohen mjaftueshëm, ndërse për shembull nuk ka kush me fol shumë me ta, ose për shembull kohëve të fundit fatkeqësisht fëmijëve po i japin shumë akses në pajisje teknologjike, telefona, tableta. Tani aty fëmijët po ekspozohen edhe ndaj gjuhëve të tjera. Kjo pastaj mundet me ndiku që edhe fëmijët do me thonë mos me zhvillu tani edhe gjuhën shqipe, e zhvillojnë gjuhën angleze ose ndonjë gjuhë tjetër. Edhe prandaj kjo pastaj krijon do me thonë probleme të ndryshme, ku fëmijët ndoshta edhe nëse kanë fol, pastaj ndodh çaj regresioni edhe fëmijët nuk vazhdojnë tani me zhvillu gjuhën shqipe ose komunikimin në përgjithësi. Do me thonë prandaj është e rëndësishme që edhe në shtëpi edhe do me thonë njerëz për rreth me qenë ambienti sa ma stimulues, edhe njerëzit me folë sa ma shumë me fëmijët, edhe mos mi ekspozu shumë ndaj, do me thonë, pajisjeve teknologjike, po me komuniku ma shumë me ta. Po, a mendon që këto raste, ose të paktën nga eksperienca juaj, këto raste më shumë janë tek fëmijët që qëndrojnë në shtëpi, apo tek fëmijët që vijojnë kopshtet?
Mendoj që ndoshta më shumë tek fëmijët që qëndrojnë në shtëpi, po prap varet edhe nga çysh është ambienti në shtëpi, se ndoshta edhe në shtëpi ka prindër ose familjar që punojnë shumë me fëmijën, që komunikojnë me ta, po prap ambient ndryshe është në kopshte, se fëmija do me thonë ka interakcion me bashkëmoshatarët e tjerë, do me thonë edhe aty mundet me dëgjën fjalë të reja për çdo ditë, ka do me thonë edhe prej bashkëmoshatarëve edhe prej mësuesve, është një ambient ma stimulues edhe për fëmijën. E përmendë pak më herët brenda fjalive që shpesh mund të jetë mutizmi selektiv. Tash për ndir të shikuesve që ndoshta jo çdo kush mundet me kuptu, po që është shumë e shpesh. Mutizmi selektiv është kur fëmia me dikën flet dhe me disa persona tjerë nuk flet. A na shpjegon vetëm pak si mund ta, po e them kështu në thojza, zbulojmë na që fëmia jone ka këtë sjellje? Po, do me thonë me tek mutizmi selektiv, ndodhë që fëmija ndoshta ka të zhvillum komunikimin, ose flet rrjedhshëm, po, ka fjallë. Mirë po, ndoshta ka problema shumë kur është në publik. Do me thonë para të tjerve, pastaj mundet mos me qenë qaq shpres, edhe mos me komuniku qaq lirshëm që ndoshta e bën kur është me antarët familjes ose në shtëpi. Dhe më thonë, a duhet me u shqetësuna për këtë fakt, kur ajnë me neve ta zëmë, nëse djali me mu dhe me bashortin flet shumë dhe kur vjen një mysafir ajnë nuk flet asnjë fjalë, a duhet me u shqetësu, apo duhet me lanë kur të rritet me ndryshu? Po varet për shembull nëse është një mysafir që ndoshta nuk e ka pa ma herët, tash mundet me qenë normale që fëmijët me qenë ma të rezervuar, se është një person i ri që nuk e ka pa ma herët, po i panjohur. Mirë po, duhet me shiku edhe për shembull në shkollë, ose në kopsht, a socializohet me fëmijët e tjerë, a është i lirshëm me fol me të tjerët qysh është kur është në shtëpi. Se është rast tjetër për shembull, nëse dikush vjen në shtëpi, është një person i ri që se ka pa ma herët, edhe ne që jemi të rritur, kur është dikush i panjohur, ndoshta jemi pak më të rezervuar në fillim. Mirë po, duhet mu eksploru do me thonë edhe në ambiente tjera. Dhe pastaj me u intervenu diçka. E përmenda qëllimshëm sepse është problematik, ndoshta jo shumë e njohur, por shumë e shpesht. Sidomos ne, sepse na tradicionalisht jemi rritë edhe dhunë shumë me i respektu të tjere, që u foli, që u përqafe, ndërsa tash gjeneratat e reja nuk është që pe impunojnë shumë, ndoshta edhe kjo është ai konflikte që i ndryshimeve që po ndodhë. Elsa, çka punohet me fëmijët për me i stimulu me fol? Çka punon ti me ta e çka duhet prind me bërë në shtëpi? Po, varet do me thonë edhe prej fëmijët, për çka fëmiju ka nevojë ma shumë për stimulim. Zakonisht ne punojmë do me thonë me mësu fjalë të reja, me i stimulu ata që me përdor ma shumë komunikimin, do me thonë varet edhe prej moshës. Nëse është fëmijë pak ma i rritur, do me thonë edhe nuk e ka komunikimin zhvilluar, duhet me mësu që me formulu fjalima gjata, me ditë me kriju një storje, me ditë do me thonë me i lidhë ngjarjet. Nëse është fëmijë ma i vogël, atëherë do me thonë me mësu fjalë të reja, do me thonë grupimin e fjalëve, për shembull kafshët, pemët, perimet, me identifiku ngjyrat, me identifiku objekte të ndryshme, me ditë për çka përdoren, kështu me radhë. Ndërkohë për ata fëmijë të cilët kanë fjalë, njohin terme, por nuk flasin, a punoni me strategji tjetër? Po, nëse e vrim do me thonë që fëmiju po i nje objektet edhe reagon ndaj tyre, atëherë vetëm duhet me i stimulu që fëmiju me i shpreh ato fjalë. Po nëse e vrim që fëmiju nuk po i nje ato fjalë, atëherë duhet në fillim me mësu e pastaj vazhdimisht duke shku të e stimulu që me zhvillu komunikimin akoma më shumë. Po, Elsa, zakonisht përmes emisionit Familja Jonë, mundohemi që përveç këshillave edukative, përveç mësimeve që marrim, t'i japim edhe strategji pune. T'ju ndihmojmë me 2-3 këshilla prindërve që po na ndjekin momentalisht, çka duhet me pas fokus të veçantë prind me fëmijët që kanë çrregullimin e të folur? Atëherë është e rëndësishme se sado që ne punojmë me fëmijët, nuk është kur gjo nëse nuk punohet edhe në shtëpi me ta. Do me thonë, duhet edhe në shtëpi me u stimulu fëmijët, me komuniku me ta sa ma shumë, me u mundu me u reduktu pajisje teknologjike sa ma shumë, edhe mos mu ekspozu në shumë gjuhë në të njëjtën kohë. Se
tek e fundit po jetojmë në Kosovë dhe fëmijëve ju duhet gjua shqipe. Është mirë, me ditë sa ma shumë gjuhë, sa ma mirë për ta, po në fillim është mirë që fëmija me zhvillu gjuhën amtare, se me qatë gjuhë komunikan edhe me të tjerët, me qatë gjuhë i krijan edhe lidhjet me të tjerët, në fund është qaj gjuhë që atyre ju duhet. Edhe që ajo ju ndihmon pastaj me zhvillu edhe komunikimin ma shumë. A quhet, ose a hyn në listën e çrregullimeve në të folur edhe fëmijët të cilët nuk e din asnjë fjalë shqip, por e folin rrjedhshëm gjuhën angleze në moshën 2 vjeçare, 3 vjeçare? Po, atëherë ndoshta se ka plot fëmijë të tillë. Po, fatkeqësisht po e them se fatkeqësisht kjo po ndodh prej kësaj ekspozimit të në telefona. Po, a quhet çrregullim, a duhet trajtim edhe me këta fëmijë? Po, edhe këta fëmijë munden me u trajtu, ndoshta nuk varet edhe prej fëmijës, ndoshta nuk zgjat edhe shumë, veç e kanë komunikimin e zhvilluar. Mirë po, duhet fëmijëve më mësu që mas pari duhesh me ditë gjuhën shqipe, pastaj se po kemi shumë fëmijë që ndoshta e kanë komunikimin shumë të zhvilluar, po e kanë gjuhën angleze. E po punojmë edhe me ta që me u mësu që duhet fjalët me i thonë gjuhën shqipe. Unë e di se momentalisht, se gjithmonë çdo deklaratë gjykohet në 2 verzione, dikush që mbështet edhe dikush që spajtohet, por prapë se prapë. Ka shumë prindë që thonë s'ka gale se anglishtja sot po i vyn gjithkujt edhe e lajnë duke mbështet teorinë që anglishtja është gjuhë elementare për me qenë pjesë e botës moderne. Por këta fëmijë të cilët nuk flasin mirë shqip, kur po hyn klasë parë, po kanë pastaj edhe bullizime, sepse po përballen me mos pranimin e informacioneve, po përballen me mos nxënien e mësimit e të tjera. A keni raste të tilla Ilsa në institutin tuaj të Visar Sadikut? Që fëmijët përballen me vështirësi në klasë parë për shkak që nuk e njohin gjuhën shqipe. Po flas për kosovarët, shqiptarët. Po, ka fëmijë që do me thonë që ato që e kanë zhvilluar komunikimin, po flasin shumë gjuhën angleze. Pastaj po është problem se nëse për shembull edhe në shtëpi po ju përforcohet që ajo, tani problem me kthy që më jam mësu në gjuhën shqipe. Mirë po me stimulim edhe ajo arrihet, po ndodh që fëmijët munden me pas tani vështirësi edhe në shkollë, edhe ndoshta edhe në përfundimin e detyrave, ose pastaj edhe me i marrë mësimet që zhvillohen në shkollë, se të në kohën të e folë gjuhën angleze, të i mësu fjallë në gjuhën angleze, e pastaj deri të kthehen prapë në gjuhën shqipe, mundet me ndodhë që kanë vështirësi, po me stimulim edhe ajo arrihet. Po, Ilsa, po kthejna edhe njerë të ajo pjesa e praktike, sepse s'kam qef mi umet varës shikuzve. A ka nëjë aktivitet që mundemi pa shpenzimet mdoja, me e bona me fëmijët, me i stimulu me folë? Për shembull përmes letrave, përmes ngjyrave, jepna nëjë praktik, mu edhe këtë prindve që më na ndjekin. Fatmirësisht tash kemi qasje në shumë lodra, stanet ndryshme që mundemi me i përdor edhe në shtëpi. Mundemi me i përdor kartat ndryshme që përfshim për shembull figura, kafsh, pemë, perime, çka fjalë do me thonë thjeshta, që mundemi me ja mësu fëmijëve, do me thonë ja tregon edhe si foto dhe si objekt që shdohet, edhe ja mëson edhe që shqiptohet, edhe do me thonë tu insistu, tu punu me fëmijën, edhe ja mëson që ato fjalë, ose lodrat ndryshme për shembull puzzles, e fëmijëve zakonisht ju pëlqejnë që ato, edhe ato mundemi me i përdor që ndoshta fëmijëve pak edhe mja bo edhe ma interesant, edhe që ata pastaj me u stimulu prej atyre, edhe do me thonë është ta pak ma me qef pastaj edhe mi bo ato aktivitete, edhe me zhvillu të njëjtën kohë dhe komunikimin. Po. Një tjetër gabim që në shpesh si prindë e bojmë, pa dashje, por nga dashuria e madhe ndaj fëmijëve, është përsëritja e fjalëve kur ata i thonë në një mënyrë jo shumë të drejtë. Do me thonë nëse ata e thonë një fjalë në verzionin e gjuhës së fëmijëve dhe ne ja fuqizojmë duke ja përsërit dhe duke ja thënë atë fjalë njëjtë, duke mos ja thënë ashtu siç thuhet fjala. Sa mund t'i ndikoj kjo sjellja jonë në çrregullimin e të folur tek fëmijët tanë? Po, mundet me ndiku, prapë varet edhe prej moshës, se që përmenda ma herët nëse është mosha ndoshta ma e vogël, edhe nëse nuk shqiptohen fjalë të mirë, nuk është diçka shqetësuese. Mirë po nëse fëmija ka një moshë pak më të madhe dhe ne vazhdojmë ja përsërit, do me thonë të mos i shqiptu fjalët mirë, atëherë nuk është që ju ndihmojmë shumë, se duhemi me mësu që fjalët mu artikulu mirë, me u shqiptu mirë, edhe në qatë mënyrë pastaj me u ndihmu atyre edhe në zhvillimin e komunikimet. Se nëse vazhdojmë të ja përsërit
të i shqiptu fjalë gabim, atëre nuk po i ndihmojmë, po vetëm po ja përforcojmë që çajo fjalë po shqiptohet çashtu, e jo se nëse e përmirësojmë, nuk po i bjen që po i bën dëm fëmijën. Ndoshta prindrit mundet me u ndi keq, po në fund ditës është më mirë me përmirësu edhe me mësu se qysh shqiptohen fjalë të mirë, se është në të mirën e fëmijët. Po, ta dim saktë se si ta zëm. Djali im kur ka qenë i vogël, frigoriferit i ka thonë gorigofer. Tash, na si prind, po e marrë konkret shembullin tim në mënyrë që me marrë edhe mesazhin krejt prind. Unë gjatë komunikimit me djalin, a duhet me i thonë, nuk duhet me i thonë ti gorigofer, por frigorifer, apo aj nëse thët unë mja thonë mirë, pa ja të rjek vretjen ati në mënyrë që me më dëgju. Cili është verzioni, Elsa? Në ma mirë ndoshta për shembull nëse ai e thot gabim, vetëm me e përmirësu, me i thonë frigorifer. Okej, jo me thonë mos e thuj, është gabim, jo me i bo presion, do me thonë. Po, do me thonë nëse është akoma shumë i vogël, ndoshta mos me i bo shumë presion, ashtu jo, mos e thuj, se tani mundet ndoshta varet edhe prej fëmijët, mos me thonë tani fjalën heq. Okej. Po vetëm me përmirësu, frigorifer, sa herë të përmend, tani fëmija sa ma shpesh që e dëgjon, edhe shkon të e mësua, okej, nuk ka qysh po e thomone, që ka frigorifer. Okej, do me thonë këtu, sepse unë e thash janë gabime që bëhen nga dashunia apo e madhe që kanë prind për fëmijë, sepse nuk ka prind që nuk e do më të mirën për fëmijët e vet. Po kthena pak tek mosha që e përmendet 18 vjeçare dhe që duhet të jemi më vigjilent. Ndihmën kur e kërkojmë, e tha, ose nga logopedi, ose nga psikolog, ose nga mjeku pediatër që është kujdeset për fëmijën. Qysh na si prind e dim më sakt që fëmija jonë është për logoped, ose për pediatër, ose për psikolog. Se pa dosh me ofendu ose askënd, po orientimi edhe i profesionistëve është shpesh i gabum. Mjeku nuk të qënë të psikologu, logopedi nuk të qënë të psikologu, ose psikologu nuk të qënë të... Dhe me referimet janë ngecin pak, nuk shkojnë tutje. Po na të pak të takim një mos gjykimit si prind, si ta gjykojmë. Atëherë, nëse është diçka shëndetësore, besoj që edhe prindrit e vrejnë ndoshta tek fëmijët e tyre, sidomos nëse është diçka që nuk e kanë pas prej lindjes. Okej. Për shembull, nëse e vrejnë që fëmija ma herët kur e ke thirrë në emër, tu ka përgjigjë ose është kthy, ka reagu, e tash nuk po e bën, ndoshta me u konsultu me mjekun me pa nëse ka probleme me dëgjimin. Nëse nuk është kjo, po fëmija vetëm po e vrin që nuk po mundet me artikulu fjalët, me i shqiptu, atëherë tek logopedi. Po nëse fëmija e ka zhvillum, do me thonë gjuhën edhe e den me artikulu fjalët, po vetëm nuk po komunikon, nuk po i përdor që ato fjalë që po i den, atëherë me u konsultu me psikologon, ndoshta vetëm ka nevojë me u nxit në pjesën e komunikimit. Kjo përgjigje besoj që ka me qenë një pjesë referimi shumë e rëndësishme për prindrit, sepse unë thash pa dosh me ofendu profesionistët shëndetësor, po shpesh ngec trajtimi duke mos u referuar tutje, duke më nalë rasti për vete edhe kurse është për ta, kështu që prindrit pakten e kanë këtë hall, këtë njohurive, që me ditë edhe vetë pak me gjyku. A mund të jemi vonë për trajtim, Elsa, në çrregullimet në të folur? Ta zëm nëse fëmija i ka këto probleme prej moshës së hershme, po ka arë koha me hynë klasë pare, ne vetë qatë herë për na bjen men me kërku ndihmë. A mund të jemi vonë? Pra varet prej fëmijëve, po sa ma herët është shumë ma mirë. Edhe ma lehtë, ma shpejt. Po, edhe intervenimi sigurisht që është ma i lehtë, edhe ma efektiv. Se do me thonë sa ma herët që fillohet me u punu me fëmijët në komunikim, qaq ma lehtë edhe ndoshta edhe ma shpejt, mundet me ju zhvillu komunikime, se sa ma shumë që presem, do me thonë mundet me u kriju vështirësi tani të reja. Se për shembull deri në moshën 3 vjeçare, është qajo moshë ku trurit të nkohen, do me thonë zhvillohet, edhe është një periudhë këgja intenzive ku ju zhvillohet fëmijëve, do me thonë gjuha edhe të folurit. Edhe do me thonë sa ma herët në qatë mosh, nëse vetëm ka probleme me të folur ose në komunikim, sa ma herët që intervenohet, atëre është ma mirë, sepse është, do me thonë, periudhë ma e rëndësishme. Zakonisht jemi me durim, si kemi punë të mirë, shto si popull, jemi të padërushëm, a ka, besoj ta bojnë edhe këtë pyetje edhe prind kur vinë, a ka një kohë caktuar të seancave, e di që varet prej sjelljes, prej çrregullimit, prej fëmijës, po a ka afërsisht një bazë ku orientoni me thonë i duhen 10 seanca për me mja dalë me e hek që
problematik në çrregullimin më të lehta në të folur që janë? Po. Atëherë varet me çfarë vështirësi ka fëmia, edhe prap edhe mosha. Po nëse për shembull është vetëm një vonesë në komunikim ose fëmijët vetëm i vjen një nxitje për me ja zhvillu komunikimin, atëherë mundet me u mbri më shpejt. Ndoshta për pak muaj me punu me fëmijën, vetëm i zhvillohet komunikime. Po prap duhet me pa se çfarë rasti është, çfarë vështirësi ka fëmia edhe pastaj me punu me ta. Po. A qysh rekomandohet çdo ditë, një ditë po, një ditë jo, që shkojnë seancat? Edhe kjo prap varet. Prap varet prej llojit problematikës. Po, prej vështirësive, prej fëmijët, zakonisht 2 herë në javë, 3 herë në javë, mbahen seancat me fëmijë edhe arrihet më zhvillu komunikime. Normalisht tek të gjitha rastet, edhe të lehtat edhe ato më të vështira, bëhet njerë vlerësimi, apo? Po. Bëhet vlerësimi, për shembull tek ju bëhet vlerësimi prej psikologut Visar Sadiku, pastaj me rekomandimin e psikologut Visar, shkohet edhe puna me ata fëmijë, varësisht prej gjendjes dhe çrregullimit. Këto janë, domethënë, kronologjia e punës, sepse këtu edhe ngatrohen shpesh, jo sëmura, jo sëmurkë, domethënë kjo është një formë e punës. Ju jeni në institutin Visar Sadiku në Podujev? Në Podujev, po. A ka shumë raste të tilla në Podujev? Po. Prej punës tane që je duke bërë? Nuk është që s'ka, se fatkeqësisht nuk është vetëm Prishtina që fëmijët kanë vështirësi, ndoshta jemi pak ma të vetëdijshëm për ndoshta kur me kërku ndihmë ose te kush me u drejtu, mirë po edhe qytetet tjera krejt ka nevojë për me pas të paktën një institucion që merret me këta fëmijë dhe që provon me ju ndihmu. Unë kisha qujt në ndryshe, Elsa, se mendoj që raste dhe nevoja ka pas gjithmonë, po vetëdijsimi tash është më i lartë dhe ndihma po kërkohet tash më shumë, që unë e quaj fat në fatkeqësi, sepse problematika ka qenë aty me neve çdo herë, por që jo çdo herë kemi pas gatishmërinë me kërku ndihmë, kështu që është një lajm i mirë në një që paraqiten që kërkojnë ndihmë dhe në dy që kemi profesionistë siç është qendra e Visar Sadiku dhe gjithë stafit tuaj, qoftë në Podujev, qoftë në Ferizaj, në Prishtinë, në Gjilan së fundmi, Pikamëri e kudo tjetër. Elsa, unë falenderoj shumë që na u përgjigje në shumë pyetje që prind na kanë dërguar shumicën prej tyne e që janë shqetësime reale. Faleminderit juve, është kënaqësi. Kënaqësia është e jonë. Unë shpresoj që të kem prapë në studio. Prindve. Absolutisht që po, unë jam prind vetë dhe e di që çdo informacion që marr më ndihmon shumë në prindërimin tim, sepse perfekt si jemi askush, edhe kemi shumë nevojë për këshilla, sidomos për këshilla nga profesionistët. Po të pres herën tjetër kur të vish të marrim edhe elemente, pajisje të cilat na tregojnë shembuj prindërve në mënyrë që të paktën prej këshillave që japim, të japim edhe strategjitë punës. Me ja u demonstru. Po, kështu që të pres prapë, Elsa. Është kënaqësi më u kthi prapë. Kënaqësia do të jetë jona çdo herë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Dashur miq, kemi qenë kështu bashkë me Elsa Bacën, psikologe e fëmijëve dhe terapiste e stimulimit në qendrën apo Institutin Psikologjik Social Visar Sadiku. E thash edhe më herët që qendrën e Visar Sadikut e gjeni përveç Prishtinës tash e sa vite, edhe në Ferizaj, në Podujev dhe në Gjilan, dhe jo vetëm, së shpejti, patjetër që do të jetë edhe afër secilit prej juve në shtetet ku ju jetoni. Prej kësaj bisede të këndshme rreth çrregullimeve në të folur, që është një shqetësim shumë i madh, e që ju gjithë që nuk mundet me ndjek komplet biseden, ju ftoj që në kanalet tona zyrtare, në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në portalin Familja Jon, e gjeni edhe biseden e plot të psikologës Elsa Baca. E tash bashkë do të shkojmë me një event shumë të rëndësishëm i që ka ndodhur dje në Prishtinë, të shtunën që lam, Klinika Gjermane e Syrit, si një institucion me një kredibilitet, me një cilësi, me profesionalizëm, ka shënuar 20 vjetorin e themelimit. 20 vite punë, 20 vite sukses, për 20 vite shumë pacient janë trajtuar e janë shëruar, kanë larguar problemet e tyre esenciale në të pamën dhe ka një shikim të pastër falë profesionistëve që ndodhen në Klinikën Gjermane të Syrit, falë
pajisjeve moderne, pajisjeve inovative të cilat janë të teknologjisë të fundit që përdoren edhe në shtetet tjera të botës, edhe në klinikën gjermane të syrit. Ka qenë një event modest, shumë i lezetshëm, me të pranishëm të shumt, bashkëpunëtor, pacient, mjek, profesionist të fushave të ndryshme që kanë ardhur për të festuar një kapitull kaq të rëndësishëm të 2 dekadave të një pune të madhe profesionale ku kanë dëshmuar veten që janë më të mirët në tregun e shëndetit të syve. Brenda një storie 7 minuta, 8 minuta, do ta kemi mundësinë ta shohim një historik të shkurtë të themelimit të klinikës gjermane. Ndërkohë, në faqen e klinikës gjermane do të keni mundësi të informoni edhe më shumë rreth eventit që ka qenë i shfaqur dje, por edhe lajmeve në portalin Familja Jon. E ndjekim storien bashkë.